E inte 9 korrik 1942. E dashura Kiti, kështu vrapuam në një shi të fort babai, mëma dhe unë, secili me nga një çantë aktesh dhe një çantë pazari të mbushura plot e përplot me plaçka. Punëtorët që po shkonin herët në punë na shikonin me mëshirë. Në fytyrat e tyre lexonim keqardhje. Atyre u vinte keq që po tërhiqeshim ashtu rrëshqanthi pa e dashur një gjë të tillë. Ylli i verdhë që bija aq shumë në sy fliste vet. Gjatë rrugës prindrit më treguan pik për pik si e kishin bërë planin për të fshehur. Muaj përpara, një pjesë të takëmit të shtëpisë dhe të rrobave e kemi shpënë në një vend të sigurt. Ne kishim në plan të iknim më 16 korrik. Thirrja erdhi 10 ditë përpara, prandaj na u desh të shpejtonim megjithse strehimi nuk ishte përgatitur. Vendi ku jemi fshehur është në ndërtesën ku gjendet zyra e babait. Nga jashtë është vështirë ta diktosh, prandaj do ta përshkruaj më hollësisht. Babai nuk ka pasur kurrë personel të shumtë. Zoti Kraler, zoti Konfuis, Mipi dhe Eli Vosen, stenotipistja 23 vjeçare. Të gjithë këta e din se ku jemi fshehur. Nuk i kanë thënë gjë vetëm zotit Vosen, babait të Elit dhe 2 shërbëtorëve. Ndërtesa është kështu. Në katin e poshtëm gjendet një sallon që përdoret për pritje të klientëve. Pranë hyrjes së sallonit është dera e shtëpisë. Si të kesh hyrë brenda, është një shkallë e vogël që të shpijej te një derë me xham opak, mbi të cilën dikur ishte shkruar me gërma të zeza fjala zyrë. Kjo është zyra kryesore, shumë e madhe, prodrit e mbyllur plot me orendi dhe me njerëz. Gjatë ditës aty punojnë Mipi, Eli dhe zoti Konfuis. Nëpër një dhomë ndërmjetëse ku gjenden garderoba, dollap të mëdhenj dhe thesari që është futur në një vend të siguruar nga zjarri, shkon në një dhomë pak a shumë më të errët, në të cilën më parë rinin zoti Kraler dhe zoti Vandan, kurse tani vetëm zoti Kraler. Në këtë dhomë mund të hysh edhe drejt për së drejti prej korridorit, nëpër një derë xhami e cila hapet vetëm nga brenda, por jo nga jashtë. Nga zyra e Kralerit kalon korridorin, pastaj janë 4 shkallë. Aty arrinte pjesa më luksoze e shtëpisë, te zyra private. Aty gjenden mobilje në ngjyrë të errët të shtrenjta, dyshemeja me linoleum dhe me sigjade të kushtueshme, radioja, llampa elegante, gjithçka e klasës së parë e shkëlqyeshme. Aty pranë është një kuzhinë me depo ujë të nxehtë dhe një shporet që punon me gaz. Pastaj gjendet edhe një WC. Ky është kati i parë. Nga korridori i gjatë fillon një shkallë druri që të shpihen në një sallon të vogël, nga i cili kalon në një korridor tjetër. Në të djathtë dhe në të mëngjër të këtij korridori ka dyer. Nga dera e mëngjër kalon në pjesën e përparme të shtëpisë, ku gjenden depoja e madhe dhe depoja nën çati. Në këtë ndërtesë, në anën tjetër, gjendet edhe një shkallë tjetër, aq e gjatë sa mund të thyesh qafën duke zbritur. Një shkallë tipike holandeze. Kjo shkallë shkon gjerë te dera e dytë në rrugë. Dera e djathtë shpihet te pjesa e prapsme e shtëpisë. Asnjëri s'mund të kuptonte se pas kësaj dere të thjeshtë ngjyrë gri gjendeshin edhe shumë kthina të fshehura. Edhe një shkallë para derës dhe pastaj e brenda. Kundrejt kësaj dere është një shkallë thik përpjet. Më të mëngjër, një korridor i vogël të shpihen në një dhomë që do të jetë dhoma e banimit dhe e fjetjes e familjes Frank. Aty pranë është një dhomë e vogël, dhoma e punës dhe e fjetjes e zonjushave Frank. Më të djathtë të shkallës është një dhomë pa dritare, me një lavaman dhe një WC i mbyllur. Një derë të lidh me dhomën time dhe të Margos. Po të hypësh lart nëpër atë shkallë, habiter se si mund të gjendet në pjesën e prapsme të shtëpisë, aq të vjetër, një dhomë aq e madhe, e bukur dhe plot dritë. Këtu gjendet një shporet me gaz dhe një lavaman, pse gjertani këtu ishte vendosur laboratori i firmës. Tani kjo është kuzhina, por si dhomë e madhe shërben edhe një dhomë ngrënie, pune dhe gjumi për çiftin Van Dam. Një dhomë ndërmjetëse shumë e vogël do të bëhet mbretëria e Peter Van Danit. Një magazin dhe një depo tjetër nën çati gjendet edhe në këtë pjesë të shtëpisë, po ashtu si në pjesën e përparme. Si e sheh, ta kam përshkruar gjithë pjesën e prapsme të shtëpisë, strehimin ton të çuditshëm. Ana. E premte 10 korrik 1942. E dashura Kiti, base do të ke mërzitur shumë atë përshkrim aq të gjatë që i kam bërë banesës tonë, por ti duhet ta dish mirë ku jam vendosur unë. Prandaj po vazhdoj pse nuk kam mbaruar akoma. Kur arritëm në Prinsengrad, Mipi na ngjiti shpejt në katin sipër, këtu në strehim. U futëm brenda dhe Mipi kyçi derën. Margoja kishte ardhur shumë më parë se ne dhe po na priste. Dhoma jo dhe dhomat e tjera dukeshin si depo rangallash. S'ti përshkruaj dot. Gjithfar kartonash dhe kutiash ishin grumbulluar aty që duket se prej shumë muash ishin shpërndarë andej këtej.
Dhoma e vogël ishte mbushur gjerë në tavan plot me shtretër e me dyshek. Po të dëshironim të flinim në shtretër të ndrequr mirë, duhet të përvishnim mëngët e të venim rregull. Mama dhe Margoja nuk ishin në gjendje të lëviznin asnjë gisht. Ato ushtrin mbi dyshek dhe ishin të kaputura fare. Babai dhe unë, dy rregullonjësit e familjes, filluam shpejt nga puna. Ne shkundëm, pastruam, sistemuam, gjersa në mbrëmje ram të dërmuar mbi shtretërit e pastër. Gjatë gjithë ditës nuk kishim ngrënë asgjë të ngrohtë, por edhe s'ja kishim ndier nevojën. Mama dhe Margoja ishin në një gjendje shumë nervoze dhe nuk hanin dot. Babai dhe unë nuk ishim kohë. Të martën në mëngjes filluam përsëri. Eli dhe Mipi na blen ca gjëra me 3 skatona të ushqimeve, babai mbylli mirë të gjitha vrimat që erësimit ishi plot dhe ne fërkuam dyshemen në kuzhinë. Nuk pushuam që nga mëngjesi gjerë në darkë. Gjerë të mërkurën, unë s'pata as pak kohë të mendoj mbi këto ndryshime të mëdha në jetën time. Vetëm nga e mërkura isha në gjendje të shija qartë dhe të tregoja çfarë na ngjau dhe çfarë do të na ngjas. Ana. E shtun 11 korrik 1942. E dashura Kiti. Babai, nëna dhe Margoja nuk janë mësuar akoma me oshëtimën e kambanës së Western Turmit, që bie për çdo çerekore, kurse mua më duket shumë e bukur dhe veçanërisht gjatë natës ka diçka qetësuese për mua. Unë mendoj se ti dëshiron të dish pse më pëlqen ky strehim. Të them të drejtën, as tu nuk e di. Besoj se këtu nuk do ta ndiej veten kurrë si në shtëpi. Me këtë nuk dua të them se është një vend ku s'rri dot. Më duket nganjëherë sikur jam në një pension të çuditshëm. As të duket ky mendim i veçantë që mund ta ketë vetëm njerëzit që fshihen? Apartamenti ynë është vërtet një skut ideale për të fshehur. Edhe pse ka pak lagështirë dhe është pak i shtrembër, besoj se s'mund të gjesh në gjithë Amsterdamin një apartament më komod se ky, ndoshta as në gjithë Hollandën. Dhoma jonë gjertani ishte fare zhveshur. Për fat, babai ka sjell me vete gjithë serinë e kartolinave me aktor të kinemas dhe me panorama, dhe me këto kam bërë disa stenda për t'i vënë në mur. Tani dhoma duket më e bukur. Kur të vi këtu edhe familja Van Dan, me dërasat që gjenden në depon sipër tavanit, do të bëjmë dollap muri dhe sende të tjera. Nëna dhe Margoja janë mirë tani. Dje nëna për të parën herë desh të bënte gjell, supë bizelesh. Por duke biseduar atje poshtë, kish harruar fare gjellën. Lëngu kishte ruar krejt dhe bizelet ishin qitur aq shumë në kusi sa nuk i hiqje dot. Sa keqës mund t'ja tregoj Kepleri këtë histori? Ja, teoria e trashëgimit. Mbrëm shkuam të 4 në kabinet që të dëgjojmë Radio Londrën. Kisha shumë frikë se mos na diktonte ndonjë nga fqinjët, sa ju luta babai të vinin përsëri lart. Nëna më kuptoi dhe erdhi. Ne kemi frikë gjithnjë se mos na sheh ose na dëgjon njeri, që ditën e parë kemi qepur perde. Në të vërtet babai dhe unë blodhëm lecka me forma dhe ngjyra të ndryshme dhe i qepëm. Këto copa të shumë gjyrta i kapëm me thumba në parvazet e dritareve dhe gjatë kohës së fshehjes son do t'i mbajmë gjithnjë të ulura. Në të djathtën tonë është një dyqan i madh me të mençur një mobileri. Në këto ndërtesa pas orarit të punës nuk mbetet njeri, por mund të dëgjojë ndonjë zhurmë aty. Për këtë arsye ja kemi ndaluar Margos, që ishte ftohtë shumë, të kollitet natën. E varfra duhet të gëlltis gjithnjë hapakolle. Unë kam një gëzim të madh që të martën do të vi këtu familja Van Dan. Atëherë do të jemi më të gëzuar dhe jo kaq të heshtur. Qetësia e tepruar më bën shumë nervoze, sidomos në mbrëmje dhe gjatë natës, dhe do të jepja shumë sikur ndonjëri nga mbrojtësit tan të flinte këtu me ne. Më shtrëngoi zemra që nuk mund dalim më jashtë. Kam gjithashtu frikë se mos na diktojnë edhe na pushkatojnë. Ky mendim është si një peshë e rëndë mbi mua. Edhe gjatë ditës duhet të esim lehtë, duhet të flasim lehtë, duke përshpëritur që të mos na dëgjojnë këtu poshtë në magazin. Ana. E premte 14 gusht 1942. E dashura Kiti, të kam braktisur një muaj, por të them të vërtetën nuk ka për çdo ditë gjëra të reja. Më 13 korrik erdhën Van Danët. Duket se erdhën më 13 me rastin e 14 korrikut, pse gjermanët në këto ditë thërrisnin gjithnjë më shumë çifut dhe gjithandej njerëzit ishin shumë të shqetësuar. Në mëngjes, në orën 9:30, ndërsa ne ishim ende duke ngrënë mëngjesin, erdhi Peter Van Dani, një djalë 16 vjeç, shumë i mërzitshëm, i pasigurt, nga shoqëria e të cilit nuk pres shumë. Një gjysmë ore më vonë erdhën çifti Van Dan, që na bën të qeshim fort pse kishin futur otorakun në kutinë e kapelave. Pa otorakun nuk mund të jetoj, tha zonja Van Dan.
dhe ai mjeti i nevojshëm zuri vend shpejt nën shtrat. Zoti Vandan nuk kishte nga ana e tij ndonjë otorak tjetër në dorë, por një tryez të vogël çaji. Ditën e parë ndenjem të gëzuar së bashku dhe ndjem vete sikur kishim qenë gjithmonë një familje e madhe. Kuptohet se Vandanët, gjatë javës që ishin ende në mes të njerëzve jashtë, kishin parë dhe dëgjuar shumë gjëra dhe na i treguan të gjitha. Neve na interesoi veçanërisht se çfarë kishte ngjarë te shtëpia jon dhe me zotin Goldsmith. Dhe Vandani na tregoi. Të hënën në mëngjes, në orën 9, më thiri Goldsmithi dhe më lut që të shkoja sipër. Ai më dëftoi biletën që keni lënë ju atje që të merrte macen. Ish friksuar shumë se mund të kontrollonin shtëpinë dhe për këtë arsye ne mbuluam tryezën dhe u munduam të ndreshnim pak dhomën. Pa pritur, unë zbulova një shënim te kalendari që gjendej mbi tryezën e zonjës Frank dhe një adresë të Maastricht. Unë e dija natyrisht se kjo neglizhencë do të kishte bërë me qëllim. Megjithatë, bëra sikur të tremba dhe ju luta zotit Goldsmith që ta digjte atë copë letër të rrezikshme. Mbeta një kohë të gjatë duke menduar si t'ja bëja, pse s'kish ndërmend që të prishja planin tuaj. Pa pritur, më kujtua diçka. Zoti Goldsmith, thash unë, tani po më kujtoje se çfarë do të thotë kjo adresë. Rreth një gjysmë viti më parë erdhi tek ne në zyrë një oficer i lartë gjerman, që ka qenë shok rinie me zotin Frank. Ai premtoi se do ta ndihmonte në rast të ndonjë rreziku. Ky njeri shërben në Maastricht. U mendoj se ai e ka mbajtur fjalën dhe do t'i çojë frankët në Belgjik dhe prej andej në Zvicër, ku kanë njerëzit e tyre. Të njohurve të frankëve, për të cilët jeni të sigurt, mund t'ju a thoni këto, por ju lutem mos e zeni në gojë Maastrichtin. Pastaj ika. Tani shumica të njohurve e morën vesh dhe unë e dëgjova vetë disa herë prej tyre, megjithse me ndryshime. Kjo histori na u duke lezetshme dhe qeshëm me gjithë zemër për fuqinë e imagjinatës së njerëzve. Kështu, një familje na kish parë ku ne të gjithë së bashku një mëngjes ishim larguar me biçikleta. Një zonjë dinte me siguri se në mes të natës kish ardhur e na kish marrë një makinë ushtarake. Ana. E premte, 21 gusht 1942. E dashura Kitty, strehimi ynë është një vend vërtet i fshehtë. Zotit Kraler ju kujtua mirë që të mbyll derën, e cila të shpije në pjesën e prapme të shtëpisë, pasi po bëhen shumë kontrollime shtëpish për biçikleta. Planin e bëri zoti Vosen. Ai ka bërë një etazher rrotullues, i cili nga njëra anë hapet si derë. Na ka dhënë një ndihmë të madhe. Kur shkojmë poshtë, na duhet gjithnjë të përkulemi, pastaj të hidhemi, pse është hequr një këmbë shkalle. Pas 3 ditësh që kalonim andej, e kishim të gjithë ballin me gunga, pse natyrisht secili t'i shkrepej koka në atë derë të ulët. Ndërkaq, kemi ngjitur aty një astëk të vogël me pambuk. Të shohim në do të vlej gjë. Unë nuk lexoj shumë. Gjatë kësaj kohe kam harruar një pjesë të madhe nga dituria shkollore. Nuk kemi shumë të reja këtu. Zoti Vandan dhe unë grindemi shpesh. Natyrisht, Margoja ati i duket edhe më mirë se unë. Mëma sillet me mua sikur të isha një foshnjë dhe unë këtë se duroj dot. Edhe Peteri nuk është bërë më i mirë. Ai është i mërzitshëm gjithnjë, rri si dembel gjithë ditën në shtrat, se çfarë bën nganjëherë si zdruktar që e mban veten, pastaj shtrihet prap. Është gjumash i vërtet. Është një motë i nxehtë dhe ne rrim si mos më keq me shezlong në tepër mbi tavan. Ana. E mërkur 2 shtator 1942. E dashura Kitty, zoti dhe zonja Vandan janë zënë keq. Një gjë të tillë nuk e kisha parë kurrë. Babai dhe mama nuk mund të bërtasin kurrë aq shumë. Shkaku ishte aq padomethënie sa nuk ja vlen paraqirant ta përmend. Por gjithkush ka zakonin e vet. Peteri nuk mund të qëndroj pranë prindërve kur këta grinden, por ata nuk e përfill asnjëri, pasi është shumë dembel dhe i ngathët. Dje ishte shumë i shqetësuar pse gjua i kish marrë një ngjyrë të kaltër. Pastaj shpejt volli. Sot është mbështjell me një shall të trash, thot se i ther mesi dhe se i dhëm gjua, zemra, veshkat. Ta merr mendja, ky çun është tamam si hipokondrik. Kështu thuhet apo jo? Edhe mëma me zonjën Vandam nuk shkojnë mirë. Gjithnjë gjendet diçka për mosmarrveshje. Ja, një shembull. Zonja Vandan, në raftin e përbashkët ka lënë vetëm 3 çarçaf shtrati, me qëllimin njerëzor që të ruajtë vetët dhe të përdor tanët. Ajo çuditet së tepër mikushe se nëna ndjek edhe kjo shembullin e saj të mirë. Gjithnjë madama tërbohet kur përdore servisi i saj dhe jo i yni. Gjithnjë kërkon të diktoj ku është servisi i ynë prej porcelane dhe as nuk ja merr mendja se e ka fare afër. Atë e kemi futur në magazin, pas sendesh dhe reklamash të shumëllojta dhe do t'i qëndroj kredhur aty aq sa edhe ne. Unë jam gjithnjë fatkeqe.
Dje më shpëtoi nga duart një pjatë supe. "Oh," bërtiti ajo. "Ki kujdes se hapi syt, s'më ka ngelur pjatë tjetër veç kësaj." Zoti Van Dan tashti, të paktën për sy e faqe, po mos sillet më miqësisht. "Mama sot në mëngjes më ka bërë një predikim të gjatë. Nuk mund t'i ndjek të gjitha ato që thot ajo. Pikpamjet tona janë të ndryshme. Babai i kupton ndryshe gjërat, bile edhe kur është i zemëruar, gjë që nuk i ngjat më shumë se 5 minuta." Javën tjetër ngjau një incident. Shkaku që një libër mbi gratë dhe Peteri. Ti e di se Margoja dhe Peteri do t'i lexojnë të gjitha librat që i bie zoti Kofujs nga biblioteka, kurse prindrit këtë libër nuk deshën t'ua jepnin. Natyrisht, kërshëria e Peterit u ngacmua. Çfarë përmbante ai libër i ndaluar? Ai ja mori fshehurazi mëmës së vet, ndërsa kjo kishte zbritur poshtë dhe me plaçkën e tij shkoi te depoja nënç atij. 2 ditë vazhdoi kështu. E ëma e kuptoi, por nuk e pa diti. Pastaj e zbuloi edhe Jati, i cili u zemërua. Ja mori librin dhe me kaq kujtoi se mori fund kjo çështje. Por ai nuk i kishte bërë hesapet me kureshtjen e birit të tij, të cilit ndërhyrja energjike e tet nuk ju duk një arsye që të hiqte dorë nga çështja e vet. Ai mendoi mbi mundësitë që të shtinte në dorë prap atë libër sekret. Zonja Van Dan, ndërkaq, kishte biseduar me mëmën time, e cila edhe për Margon e shikonte si të papërshtatshëm këtë libër, megjithëse për shumicën e librave të tjera nuk ishte thënë asgjë. "Por ndërmjet Margos dhe Peterit ka dallime, zonja Van Dan," i tha mëma. "E para, vajzat janë më të pjekura se djemt. E dyta, Margoja ka lexuar shumë, edhe libra serioze të rëndësishëm. Dhe e treta, e kap si duhet kuptimin dhe figurën. Së fundi, ajo gati e ka mbaruar liceun." Por duke folur parimisht, zonja Van Dan tha se nuk e shihte të nevojshme që të rinjtë të lexojnë libra që janë shkruar vetëm për të rritur. Ndërkaq, Peteri priste rastin e volitshëm të merrte librin. Kur u mblodh në mbrëmje gjithë familja që të dëgjonte radion, ai u shtrua në depo me thesarin e tij. Në orën 8:30 ai duhej të kthehej, por nga libri interesant harroi fare dhe zbriti atë çast kur po hynte Jati në dhomë. Besoj se e di çfarë ngjau. Një dac kushtoi, pastaj libri fluturoi mbi tavolinën nga një shtyrë që e hodhi Peterin në një qoshe të dhomës. Çifti Van Dan erdhi për të ngrënë pa Peterin, i cili ngeli sipër. Askush nuk u pikëllua për të, ai do të binte të flinte pa ngrënë. E lam në një anë rregullin e zakonshëm dhe hëngrëm. Pa pritur, një fishkëllim e mprehtë. Ngelëm si të ngurosur dhe shikua me fytyra të zbeta, ndërsa na ran lugët nga duart. Pastaj, në përgypin e stufës, u shtoi zëri i Peterit. "Mos kujtoni se do të zbres." Zoti Van Dan u hodh dhe bërtiti me fytyrën zjarr nga inati. "Tani u mbush kupa." Babai e kapi për krau pse kish frikë mos të ngjiste diçka e keqe dhe shkuan bashkë sipër. Pas një kundërshtimi të ashpër dhe pas një zhurme të madhe, Peterin e zbritën në dhomën e tij dhe ja mbyllën derën me kyç. E ëma deshti çonte pak bukë e gjellë të birit, por Jati që i pa përkulur. "Në qoftë se nuk do të kërkoj shpejtjes, do ta çoj të flej në depo." Ne protestuam dhe i tham se mjaft ish dënuar duke e lënë pa ngrënë dhe se po të flinte atje, do të ftoj dhe as mund të thërisnim ndonjë doktor. Peteri nuk kërkoi ndjes dhe ndenjë tek depoja nënç atij. Zoti Van Dan bëri sikurse kish momendjen tek i biri, por të nesërmen paste Peteri kish fjetur në shtratin e vet. Në orën 7, Peteri u ngjit prap në depo dhe zbriti poshtë vetëm kur ai e këshilloi me të mirë. 3 ditë fytyrat qenë të zbeta dhe njerëzit heshtin me kryenëçësi. Pastaj gjithçka u kthye si përpara. Ana. E hën 21 shtator 1942. E dashura Kiti, sot dua të tregoj diçka nga vogëlsitë e ditës. Zonja Van Dan është e padurueshme. Vazhdimisht mua po më akuzojnë se flas shumë. Ajo gjithnjë gjen diçka që të na mërzis. Tani përsëri nuk do të la jenët. Edhe kur për shembull rastis që la ndonjë tigan, nuk e vë pastaj në vendin e vet siç bëjmë ne, po e lë do si do. Në pastrimin e më pastajshëm, Margoja i gjen tigane 2 fish të lërosura dhe sidomos duhet të dëgjoj zonjën Van Dan që thot: "Vërtet ke shumë punë me Margotka." Babai dhe unë kemi në dorë një punë të hollë. Po bëjmë një pemë gjenealogjike të familjes son dhe me këtë rast ai tregon diçka mbi secilin. Ndjej se në mes tyre ka një lidhje të fortë. Çdo 2 javë zoti Konfujs bie me vete nga biblioteka 2-3 libra për vajza. Më ka tërhequr shumë seria Jopher Hoyli dhe më duket shumë e hollë çdo gjë që shkruan Cis von Marksveld. Librin Gëzimet e verës e kam kënduar shumë herë dhe gjithnjë më merr gazi nga situatat komike që gjej aty. Kemi filluar gjithashtu të mësojmë përsëri. Çdo ditë merrem me 5 folje të parregullta dhe në përgjithësi
punoj shumë për frëngjishten. Peteri duke pshërëtir, bën detyrat e anglishtes. Kemi marrë edhe libra të reja shkollore dhe nga shtëpia kam sjell një sasi kalemash, fletoresh, etiketash, gomash e të tjerë. Unë dëgjoj shpesh stacionin e Oranjës. Tani shpejt foli Prince Bernhardi dhe tregoi se në janar presin një fëmijë tjetër. Këtu çuditem se unë jam kaq e lidhur me shtëpinë mbretërore të Hollandës. Para 2-3 ditësh kemi biseduar mbi studimet e mia dhe si pasojë doli se unë duhet të studioj gjithnjë, të përpiqem 2 fish më shumë. Sigurisht edhe unë nuk do të ndjej gëzim, po që se më vonë do të detyrohem të filloj nga e para. U zë në gojë edhe se unë, kohët e fundit, nuk kam lexuar në mënyrë sistematike. Mama lexon librin Zotërinj, Zonja dhe Shërbëtor. Edhe këtë unë nuk duhet ta lexoj. Më parë duhet të jem e mësuar si motra ime e mendshme e talentuar. Kemi biseduar edhe mbi filozofinë, psikologjinë dhe fiziologjinë. Këto fjalë të vështira i kam shqiptuar për herë të parë, nga të cilat s'marr fare. Shpresoj që në vitin e ardhmë të kemi ecur një copë rrugë përpara. U tremba kur u kujtova se për dimër nuk kam veç se një petk me mëngë të gjata dhe 3 lek. Babai ka lejuar që të qep një triko me lesh të bardhë delesh. Leshi nuk është aq i bukur, por kryesorja është që të mban ngrohtë. Ne kemi shumë rroba të tjerët, por ato mund t'i marrim vetëm pas luftës, sigurisht në qoftë se do të shpëtojmë. Tamam, kur tani në fund po shkruaja diçka mbi zonjën Van Damme, kjo hyri në dhomë. Natyrisht unë e mbylla me një herë ditarin. Ana, mund ta shikoj pak? Jo, zonja Van Damme, vetëm faqen e fundit? Jo, as atë. U friksova jashtë mase. Në këtë faqe ajo është paraqitur me ngjyrat më të zeza. Ana. E premte 25 shtator 1942. E dashura Kiti, dje shkova përsëri sipër te Van Damme për vizitë që të bëj pak llogje. Nganjëherë atje pastroj mirë. Hëngrëm kek mollësh, kekun e kishin futur në raftin e rrobave ku ish hedhur mjaft naftalin, e pim edhe limonadën. Folëm për Peterin. Unë tregova se ai nganjëherë më shtyn dhe mua nuk më pëlqen kjo, pse unë nuk i duroj do djem që të ngasin me dorë. Si prindër që janë, ata më pyetën në do të lidhja miqësi më të ngushtë me Peterin, se ai mua më do shumë. Unë mendova, oh po, por thash, oh jo. Peteri është i ndrojtur dhe i pasigurt si gjithë djem që nuk janë shoqëruar shumë me vajza. Komisioni të nëndeshëm të strehimit ton i pjell shumë mendja. Dëgjoj një herë se ç'kan menduar zotërinjt. Ata dëshirojnë që zoti Dick, një mik i mirë i yni dhe përfaqësuesi kryesor i Travisit, tek i cili kemi fshehur shumë sendet tona, të marrë gjoja një lajm prej nesh. Ata i kanë shkruar një letër një farmacisti në Zeeuws-Vlaanderen me një kërkesë dhe me një zarf brenda. Të gjitha këto farmacisti do t'i përdor për të përgjigjur. Adresën në zarfin brenda, do me thënë adresën e firmës son, baba i ka shkruar me dorë. Në qoftë se kjo letër do të kthehet, do të heqim përgjigjen e farmacistit, do të fusim një letër të shkruar nga babai dhe kështu Vandiku do të shohë se i ka ardhur një letër nga babai që gjoja është në Belgjik. Ata kanë zgjedhur pikërisht Zelandin pse është afër kufirit belgjan. Ana. E diel 27 shtator 1942. E dashura Kiti. Shumë fërkime kam pasur me mëmën këto kohët e fundit. Ne s'po e kuptojmë njëra tjetrën. Edhe me Margon, tani nuk kam aq shumë afrim. Në familjen tonë nuk gjasin skena si ato që të kam përshkruar më sipër, por me gjithë këtë nuk e shoh të mirë gjendjen. Unë kam një natyrë krejt ndryshe nga mëma dhe Margoja. Nganjëherë shoqet e mia i kuptoj më shumë se mëmën time. Sa keq është kjo. Zonja Van Damme sikur nuk është këtu fare. Ajo mbyll sa më shumë plaçkat e saj që janë të nevojshme për shtëpinë. Unë do të doja që edhe mëma të sillej kështu. Për disa prindër duke se është një farë argëtimi që të merren me edukimin, jo vetëm të fëmijëve të tyre, por edhe të miqve të tyre. Kësaj kategorie i përkasin edhe Van Damme. Për Margon, s'kam përse të ndërhyjnë. Ajo është dashuria, mirësia, inteligjenca vet. Por atë që ajo e ka me shumicë, unë e kam me të met. Shpesh herë kur jemi duke ngrënë, pije si breshëri qortimet, këshillimet dhe unë aty për aty i gjuaj me fjalë të pamatura. Babai dhe mama më dalin kraj gjithnjë. Pa ata, unë nuk do t'ja dilja dot. Por, me gjithë se ata më qortojnë, se unë nuk duhet të flas kaq shumë, se s'duhet të preken për çdo gjë, se s'duhet të jem kaq patakt. Unë bie gjithnjë në gabimet e vjetra. Sikur të mos ishte babai kaq i durueshëm, do ta kisha humbur shpresën se mund të korrigjohem. Por, dëshira e prindërve duhet të plotësohen. Nga ndonjëherë kur marr pak barishte, këtë se pëlqej fare, edhe ha më tepër patate, Van Damme fillojnë të zemërojnë prej këtij zakoni të keq. Merr edhe pak barishte,
thot shpejt zonja Vandan. Jo, faleminderit, dua vetëm patate, përgjigjem unë. Barishte të bëjnë mirë, thot edhe mama jote. Na edhe pak, grin ajo, ndërsa ndërhyn babai dhe çështja merr fund. Duhet ju kisha unë në shtëpi, fillon e nxehtë ajo. Po kjo nuk durohet. S'është edukat kjo. Ana është tepër e përkëdhelur. Ah, ti ishte vajza ime pa të shihte. Gjithnjë me këto fjalë përfundon ndërdëllisjet e saja. Çfati mirë që s'jam vajza e saj. Po kthehem edhe një herë te tema e edukatës. Dje po dëgjonim në heshtje, gjersa zonja Vandan mbaroi fjalimin e saj. Atëherë babai u përgjigj. Unë besoj se Ana është edukuar mirë. Ajo ka menduar bile të mos i përgjigjet bisedës suaj të gjatë. Sa për barishtet, unë mund të them vetëm këtë. Vice versa. Kështu ajo ngeli e mundur, edhe me arsye vice versa, kishte lidhje me porcionet e vogla që ha ajo vetë. Ajo paraqet si shkak se i bën keq tretjes të haj shumë barishte para se të flej, të paktën të më lër mua rehat. Të vjen për të qeshur kur shikon se sa shpejt skuqet zonja Vandan. Unë për vetes se duroj, edhe ajo nxehet me veten e vet pse skuqet. Ana. E hën 28 shtator 1942. E dashura Kiti, dje nuk isha mbaruar ende, por mu deshta ndërprisja shkrimin. Do të tregoj përsëri për mbi një grindje, por në fillim dua të them se më duket e tmerrshme e pakuptueshme kur të rriturit shqetësohen dhe zihen kaq shpesh dhe mbi vogëlsi të këtilla. Gjertani ka menduar se vetëm fëmijët kapen kështu dhe se në moshë të rritur nuk gjet më kjo. Nganjëherë, për ndonjë shkak çfarëdo, ngjasin shpërthime të vërteta. Sa për zëngat e përditshme, ato as që bien në sy. Sigurisht duhet të mësojmë me këto pse të tilla grindje të vogla i përkasin rendit të ditës, por nuk durohet dot kur diskutimet, kjo fjalë përdoret këtu në vend të fjalës shamat, bëhen rreth meje. Çdo gjë time në zën me gojë, sjelljen time, karakterin, manierat, çdo gjë e kritikojnë, e shajnë dhe e dënojnë. Unë nuk kam dëgjuar kur fjalë të rënda, as më kam bërtitur, dhe tani më duhet i gëlltis të gjitha. Ah, këtë s'mund ta bëj, dhe nuk dua që të më rinë mbi kokë. Unë dua t'u tregoj atyre se Ana Frank nuk ka lindur dje. Atëherë munde do ta kuptojnë dhe do ta kyçin gojën. Ata duhet të jenë më të edukuar, jo unë. Unë goditen vazhdimisht nga sjelljet e tyre, nga budallallëku i tyre. Zonja Vandan. Por edhe me këto, unë do të mësojmë dhe do të vi koha që t'ja them haptas të gjitha. A jam me të vërteta që pasjellshme, mendje madhe, kryeneçe, e cekë dhe tembele si më paraqesin gjithnjë ata sipër? Unë e di shumë mirë që kam të meta dhe dobësitë e mia, por ata sipër e teprojnë shumë. Sikur ta di e Kiti se si më zien këtu brenda nga këto fyerje. Një ditë, inati që kam mbledhur këtu do të shpërthej. Ndoshta të kam mërzitur, po dua të tregoj edhe për një bisedë interesante dhe për të qeshur. Ishim në tryezë. Ra fjala mbi modestit e madhe të Pimit, emër për këdhelës i babait. Kjo është edhe aq e dukshme sa edhe ata më miopët e shohin. Zonja Vandan, që merr gjithçka mbi vete, tha pa pritur. Edhe unë jam shumë më modeste se burri im. Zoti Vandan deshta zbuz pak të vërejtje dhe tha qetësisht. Unë nuk dua të jem modest, pse unë besoj se njerëzit jo modest ecin shumë më përpara në jetë. Dhe pastaj u kthye nga unë. Mos i modeste, Ana, kështu ke për të ecur përpara. Mama e pranoi këtë pikpamje, por zonja Vandan, që ndërhyri prap në bisedë, tha duke u drejtuar tani jo nga unë, por nga prindrit e mi. Ju silleni me Anën në një mënyrë të tillë që nuk kam rastisur ta shoh ndonjëherë kur isha e re, por edhe tani nuk e shoh asgjikundi, përveç se tek ju, në familjen tuaj moderne. Pastaj përmendi konceptin që ka mama mbi edukatën, koncept që është diskutuar shpesh. Ajo që e bër flak e kuqe nga nervoziteti dhe kur nxehet kaq shumë e hum davan kollaj. Mama që kishte qëndruar shumë e qetë, deshi t'i jepte fund diskutimit dhe tha: "Zonja Vandan, edhe unë mendoj se është më mirë të mos jesh shumë modest. Burri im, Margoja dhe Peteri janë me të vërtetë jashtëzakonisht modest. Burri juaj dhe ju vet, Ana dhe unë, jo se si jemi fare modest, por ama nuk na e haqeni shkopin. Unë jam modeste, zonja Frank. Si mund të thoni se unë nuk jam modeste?" Mama: "Ju sjeni krejt pa modesti, por asnjëri nuk mund t'ju quajë plotësisht modeste." Zonja Vandan: "Unë dua të di kur nuk jam modeste. Po të mos kujtesesha unë për veten time, këtu do të vdisja nga uria. Unë jam modeste, po aq sa burri juaj." Nga këto gjykime të mjegullta të zonjës Vandan mbi vetveten, mama qeshte me gjithë zemër. Kjo gjë e zemëroi kaq shumë atë sa gjithnjë fliste dhe s'mbaronte kurrë. Më në fund u ngatërua vetë me gjykimet e saja dhe e fyer u ngrit për të ikur. Rastësisht u suall dhe më pa mua, për fat të keq un po tundja kokën me një gjest mëshire dhe ironie,
po që e bëje pa dashur. Ajo kthye dhe filloi të bërtas plot urrëtie me fjalë të trasha si një nga ato gratë që shesin peshk. Të vinte për të qeshur tash ashtu. Po të më vinte për dore vëzatimi, do ta kisha përjetësuar në atë post. Vërtet mund të them se po deshe të njohësh një njeri, duhet që ndonjëherë të jesh zën me të. Atëherë mund ta gjykosh si duhet. Ana.